Përshëndetje qëndrestar dhe qëndrestare. Mbetërjet e 3 ditë rezistencë përballë hajdutërisë në krah të drejtësisë, për drejtësinë dhe vetëm për drejtësinë. Sigurisht që lideri suprem i korrupsionit në Shqipëri, Edi Rama, është shprehur se në kushte të tjera nuk do ta hiqte Belinda Baukun pasi ka bërë punë fantastike. Nga ky shesh unë e pyes, cilat janë punët fantastike të Belinda Baukut? Mosvau është tuneli Ogaras, që ka kushtuar 183 milion euro, ndërkohë që në Kroaci i njëjti tunel ka kushtuar vetëm 53 milion. Cilat janë punët fantastike? Rrugët që porozojnë si copa keku në çdo cep të adeut dhe po shëmen para syve tanë qindra miliona euro, të cilat i mungojnë qepave të popullit më të vuajtur dhe më të varfër të Europës. Cilat janë punët e jashtëzakonshme të saj, të një njeriu që përcaktonte me mesazh kush do t'i merrte tenderat e mandej ndante se me cilët do të punonin oligarkët. Çfarë pune të jashtëzakonshme ka bërë zonja në fjalë për një popull që në 15 vitet e fundit ka humbur 1 milion nga banorët e vet? Jo zotri, ajo nuk ka bërë punë fantastike, as ti nuk ke bërë punë fantastike. Ju fantastik keni qenë vetëm në diçka, në korrupsion. Se po qëndrojmë, se po përballemi, se nuk po ndalemi asnjë çast, edhe pse këta me makutërinë e tyre kanë bërë çdo gjë që të ikim nga ky shesh, për një arsye shumë të thjeshtë, sepse në betejën mes padrejtësisë dhe pushtetit të korrupsionit të tyre nga njëra anë dhe drejtësisë dhe popullit të vjedhur nga ana tjetër, ne na duhet me sa fuqi kemi, me gjithë shpirt të rreshtohemi ka drejtësisë. Shumë mendojnë ja mirë, shumë mendojnë se ka një rrogë apo dy, një pjesë tjetër kanë frikë për bizneset e tyre, një pjesë tjetër kanë frikë se mos u heqin ndihmën ekonomike apo përfitime të tjera që marrin nga shteti. Vëllezër, ti, ju jeni mirë deri ditën që nuk keni rënë hall, sepse ditën që keni rënë hall me këtë shtet, jeni të vetëm, jeni keq, dhe kjo po dëshmohet çdo ditë. Kudo ku kova e korrupsionit të skrepave të këtij pushteti shkon dhe përballet, kudo dora e hajdutërisë së këtij pushteti troket në derën e familjeve tuaja, ju përballeni me padrejtësi, juve u vitet prona dhe atë ditë jeni të vetëm, sepse kur nuk ka qenë dora e zgjatur e oligarkisë për vjedhjen e pronës te shtëpia juaj, ju heshtët, ju jeni të vetëm kur përballeni me sëmundjen, sepse kurdo korrupsioni, vjedhja e ilaçeve nuk ka trokitur në shëndetin tuaj apo të familjarëve tuaj, ju heshtët. Kur padrejtësia e tatimeve shkonte dhe godiste një person që ndoshta ju ishit në konkurrencë dhe e shinit si rival në biznes, ju heshtët dhe duke heshtur
bët që këta të fuqizohen, dhe duke heshtur, bët që këta të shtypin, dhe duke heshtur, bët që një ditë, kova e korupcionit, dora e zgjatur e makudëris të trokas e të zhvas, jetë të tuaja, shëndetin tuaj, pranat tuaja, sepse ju heshtët. Ne kemi vendos të mos heshtim, kemi vendos të përtasim të vërtetat, kemi vendos të qëndrojmë pa undalur, sepse ne e dim që nuk ka rrugë tjetër përveç se ndërgjegjësimit, bashkimit, qëndresës dhe goditjes së pandashme të një sistemi i cili vjet dhe vetëm vjet ëndra, vjet jetë, vjet shëndet, vjet para, vjet prona, vjet gjithçka. Ata që mendojnë se janë mirë, unë ju them, sa do mirë të jeni, asnjë nga ju nuk ndërton do të shkollë personale për fëmijët e tij. Sa do mirë të mendoni se jeni, asnjë nga ju nuk ndërton do të spitale personale për të kuruar kur e zë sëmundja atë apo familjarin e tij. Sa do mirë të mendoni se jeni, askush nga ju nuk ndërton gjykata që japin drejtësi për t'i mbrojtur nga padrejtësia. Sa do mirë që mendoni se jeni, askush nga ju nuk ndërton do rrugë për të mos humbur jetën gjatë udhëtimit në jetën tuaj. Sa do mirë të jeni, asnjë nga ju nuk ndërton dot i vetëm institucione për të garantuar cilësinë e ushqimeve, cilësinë e ajrit, cilësinë e ujit në këtë vend. Ndaj jeni dhe jemi të gjithë së bashku të dënuar për të bashkëpunuar kundër atyre që na vjedhin lekët e shkollave, lekët e rrugëve, lekët e ilaçeve, lekët e drejtësisë, lekët e jetës e gjithkujt. Mos